Tani, ju thoni automatikët na i kanë vënë në kokë bandat e tjera. Nuk është automatikët, jo. Po çfarë? Është një sistem patronazhimi inxhinierik, që është në gjithë Shqipërinë. Pra në 5200 qendra votimi në gjithë Shqipërinë. Ky është justifikim i madh. Jo, kjo është një skem që unë e njoh shumë mirë sepse e di dhe nga ata që kanë ndërtuar. Nuk po them e njoh shumë mirë unë se kam aplikuar ndonjëherë, e njoh shumë mirë se ç'ndodh. Pra, një patronazhim inxhinierik në 5200 qendra ku synohen gjithmonë 30 votues të djathtë për t'ju marrë vota me çdo kush. Pra, në një qendër që mund të ketë 3-400 votues, me 30 merren ata. Merren me dikë që ka hall legalizimi dhe përdorin pushtetin legalizimit, merren me dikë që ka hall papunësi dhe përdorin pushtetin e punësimit, merren edhe me dikë që mund ta haj presionin dhe frikën. Kështu ka bërë Partia Demokratike kur ishte në pushtet. Nuk mendoj se i ka pasur ndonjëherë Partia Demokratike as disiplinën dhe as dëshirën për të përdorur këtë krim elektoral në këtë formë inxhinierike. Sepse kjo është diçka inxhinierike që ka nisur dhe nuk ndalohet në asnjë moment. Pra, kjo është merita e Partisë Socialiste, është shumë e talentuar për të përdorur mjete të paligjshme. Kështu që dakord, pra unë prandaj quaj farsë elektorale, nuk po fuz vetëm bandat. Bandat janë tek pjesa e presionit, por banda më e madhe është banda e pushtetit, Roland. Po mirë tani, si zgjidhet kjo tani, se ju thoni që ngrini duar për pjetë e tjetër. Atë, por ju jeni alternativ. Qofse është kjo, juve nuk i ngrejnë. Mbyllë dyqanin, thot ai, dashej, këtë gjë dashej, mbyllë dyqanin, thot dhe ikin shtëpi. Dashej mund ta kenë mbyllë dyqanin vet, po ne nuk jemi dorëzuar dhe ne do e vazhdojmë. Po jo, se si e thoni ju këtë të këpusin shpirti, e thoni që kjo gjë nuk zgjidhet. Ju nuk fitoni, Rama marshon nga njëra fitoren tjetër. Nuk e kam thënë kjo gjë nuk zgjidhet. Kam thënë kjo është simptoma dhe kjo është diagnoza. Si zgjidhet? Kjo zgjidhet duke krijuar kushtet barabarta ngar. Po kushtet nuk i krijoj unë, ju i krijoni. Ju jeni në parlament. Jo, kushtet nuk krijohen vetëm nga ne, patjetër duhet nisi nga ne. Po nga kush? Por krijohet nga ngritja e faktorit brendshëm dhe ardhja e faktorit ndërkombëtar. Të dyja do të vinë në pikë kulminant që përsëri duhet bërë nga ne dhe organizuar nga ne. Me faktorin ndërkombëtar i keni cop punët ju po. Nuk i kemi ai cop. Po ma vërtetoj këtë, të them falun nëse ti ma vërtetoj. Ne kemi ai cop. Ju s'keni marrëdhënie fare me diplomatë huaj mos zoti Xhaferi. Jo, kjo është shumë gabim. Me kë keni? Me ambasadën amerikane keni? Personalisht nesër do në Washington, do kemi takime me kongresmenë dhe senatorë dhe në ambasadën amerikane kam qenë. Me çfarë statusi shkon atje? Si deputet i Partisë Demokratike. Jo, keni ftesë. Po. Nga kush? Se ky është një lajm i rëndësishëm. Senator. Nga kush? Jo, më thoj konkretisht, mund ma tregosh ftesën se ju përfaqësoni Partinë Demokratike. Po patjetër më dhe unë do e publikoj takimin tim pasi. Jo, ma thoj unë tani nuk të kam ftuar ty për se andej nga ana ime edhe ti. Ma trego, çfarë ka ndodhur? Juve u kanë ftuar nga kush? Nga Kongresi dhe Senati Amerikan për të bërë një sër vizitash me kongresmenë dhe senatorë ndryshëm. Jeni vetëm ju apo ka dhe deputet tjerë? Jam vetëm unë kësaj radhe, por ka qenë dhe Belin Këlliçi, kanë qenë dhe Tom Moralizotin parë, ka qenë edhe Oert Bylykbashin parë, pra jemi një grup politikanësh që po merrni. Takoj kongresmenin Richard Torres dhe një sër kongresmenësh të tjerë për të cilët do të diskutojmë. Ai ishi Partia Demokratike apo Republikane? Ai Richard Torres është i Partisë Demokratike, por është në krye të miqësisë Shqipëri-Amerikë në Kongresin Amerikan. Pra, është në krye të grupit që ka interesin drejt. Ma këput është shpirtin edhe i thonë, unë prisë të takoj në një afër Trumpit. Trumpit do takosh? Jo. Po jo, lajmi më i bukur dje për se ke lexuar. Që një me emrin albaneze takon Trumpi shtëpinë e bardhë. Ai ishte kryeministri i Australisë. Po shumë. Sa e bukur. Se në fillim kështu jo sa e bukur që një arbëresh në krye të Australisë. Jo, në fillim ishte kështu prime minister albaneze dhe se kapa këtë takon Trumpi shtëpinë e bardhë, thashë Ramën e priti Trumpi. Iko mori fund kjo punë. Po ke drejtë. Shikoj pastaj Australia. Po ke drejtë se u bë një vit që i qanë zemra atit, po. Po se mos ju të PD-s juve qatë me lot juve. Po dakor, pa ish kryeministër, gjithsesi. Po mirë, ai ish kryeministër, po ai rregull, ai mandatin e 4, ore, juve e kuptoni këtë që në mandatin e 4 do të mund të lajthisi çdo kush, por në mandatin e 4 në opozit është një problem thelbësor, nuk është problemi më thelbësor është për shoqërinë shqiptare dhe patjetër që aty nis problemi dhe aty duhet nisin edhe përgjigje dhe zgjidhje. Tani, kam i pyetur drejt për drejt zoti Xhaferi. Ju jeni kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Unë kam parë aksionet tuaja politike, sidomos atë mbështetjen që i dha zoti Berisha me atë, mos gaboj, takimi ku keni folur ju ka qenë te ato shkallare te amfiteatrit te Universiteti i Arteve. Dhe ajo ishte një vendim që unë për veten time e kam përshëndetur që në atë kohë dhe shumë aksione politike. Mirë, po Partia Demokratike lëngon